administratën atë që dalë të po ju flas Mar-a-Lago. Po ju flas nga Mar-a-Lago, mbështetje reformën si me shkuën ke Trump Tower i New York. Në fakt, Edi Rama ka qenë në Trump Tower. Kjo del nga dosja me Gangël, ku Edi Rama është në dosjen e FBI-s. Dua të sqaroj opinionin publik që unë kam qenë në Mar-a-Lago me ftesë të një senatori amerikan, kam qenë në një tryez, në një takim me kongresmen, senator, sipërmarrës të rëndësishëm dhe personalitete shumë afër administratës Trump. E vërteta është që ka mbaruar koha e politikanëve shqiptar banal dhe të korruptuar që me parat që i kanë vjedhur qytetarëve, me parat tuaja, kanë bler takime dhe fotografi në Perëndim për të mbajtur pushtetin e tyre dhe sot për t'i shpëtuar drejtësisë. Dhe këto fotografi që kanë bler me parat tuaja vinë dhe u ashesin ju si arritje të madhe politike. Në Shqipëri ka filluar një proces që po lufton më në fund korrupsionin, ku të korruptuarit po shkojnë në burg dhe as atyre nuk ju duket e besueshme se si mund të ndodhi gjë e tillë, por ja që po ndodh. Ne në datën 11 maj duhet të vendosim me kë jemi. Jemi me drejtësinë apo jemi me të korruptuarit. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Dhe kjo do të jetë tema kryesore për të cilën duhet të flitet në këtë fushat elektorale. Zgjedhjet e 11 majit nuk janë zgjedhje të zakonshme, por janë zgjedhje që do vendosin fatin e Shqipërisë, fatin dhe të ardhmen e fëmijëve tanë. Prandaj në datën 11 maj duhet të votojmë për ndryshimin në mbështetje të këtij ndryshimi historik që po ndodh në Shqipëri. Mbështesni Partinë Mundësia.